Sajme, na ke knaq me kavjet e funit, mund na tregosh diçka më tepër në lidhje me teknikat, me pajisjet që ke përdor, edhe suksesi i vetis. Pse jo? Nuk marrë të tonë po fillova me fol për teknikat e peshkimit. Është një teknik që unë kam praktikuar prej kohësh, po le themi sporadike. Në sta kohët e fundit me ardhen edhe të dy vinës, kam insistuar fort me kjo teknik. Po jam kënaq, është e vërtetë që jam kënaq. Teknikë shumë e bukur, sepse edhe trofet që vijnë janë fantastike, po flasim për më të mira për dentalin, për kerrin, për tonin. Është një emocion i papërshkrueshëm. Ndërsa për sa i takon pastaj teknikës për ta eksploruar teknikën, nuk ka fund për të eksploruar një teknikë. Kuptohet, unë jam tipi që insistoj shumë, jam tipi që kërkoj edhe të mësoj shumë, dhe kjo është ajo që unë mundohem t'i ofroj dhe shokëve të mi dhe të miqve të mi. Ose si themi, le themi, motoja ime, kur dal në mëngjes, në det, nuk dal për të kap peshk tonë, dhe këtu fillon edhe, le themi, suksesi. Nuk dal për të kap peshk, dal për të qyt për peshk. Dhe kush është pastaj suksesi në këtë teknik? Insistimi. Insistimi në prova të reja, prova imituesësh ndryshme, prova thellësisht ndryshme. Një shprehje tjetër që enjoy, që ma ka dhënë një këshill, një mik më ka thënë, kur shkosh për teknikat vertikale, thënë, truri jot duhet jetë aty ku është imituesi. Në 60 metra imituesi, në 60 metra duhet jetë truri, nuk duhet jetë si për barkës. Pra, si peshkatar, se tashmë e dim, jemi kolegë tjetër, sa peshkime kemi bë bashkë. E dim që çdo peshkatar mundohet të adoptohet edhe të mësoj. Unë kam marrë këshilla, pa diskutim, që edhe kam vonë zbatim, por në këtë lloj teknike, përqendrimi duhet në maks, jo thjesht fiksohesh atje çfarë do bëj, duhet përqendrohesh tek ajo që do bën. Duhet përqendrohesh me lojën e imituesit, sepse edhe çdo imitues nuk e ka lojën të njëjtë. Një slow jig pitch për shembull ka xherkata të ndryshme. Në teknikën e silikone, për cilat ne do të zhvillojmë edhe më vonë, janë të ndryshme simulime që duhet i bësh kallamit dhe imituesit për të kap peshk. Po kush është suksesi? Suksesi pra është përqendrimi, duhet të insistosh fort, sepse ndodhe që edhe gjithë ditën mund të marrësh një peshk, 2 peshk ose 0 peshk. Dhe të nisesh për të luajtur me peshkun. Pra, më pëlqen jashtë masa ajo loja që si kapi maca mi unë themin e nuk dal kur me idenë që sot do bëj namin, do shkoj ke ky vend, do kap X peshk. Jo. Gjëra më intrigante për unë falë eksperiencës, sepse kemi kapur shumë peshk në sy, sa që nuk mund të themi që s'na hyn sy, sepse gjithmonë peshkimi është i bukur, por është më interesante. Më interesante është loja, gjuetia, se sa të nisesh me idenë këtë këshill ja për miqve të mi. Mos u nis me idenë që do kapësh peshk. Hajde, përmirëso teknikën, sa do mjeshtër thjesht duhet 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, fillosh t'ja marrësh dorën pajisjeve, përmirësosh teknikën dhe të bësh lojën. Kapi maca miun me peshkun. Fal aparaturave, pajisjeve, që janë një ndihmë shumë e madhe. Kjo barkë është e mirë kompletuar, për fatin tim mirë, në aparatura nga më të fundit, pavarësisht se unë nuk rrit dot, gjithmonë duhet t'i ndroj të eksperimentoj me të reja, për këtë kam marrë sa herë këshilla prej teje. Absolutisht po. Kupton? Duhet t'i ndroj. Por suksesi pra është insistimi, përqendrimi tek ajo që bën, durimi i jashtëzakonshëm. Mund të rresh gjithë ditën det për një goditje. Duhet të jesh gati në momentin kur vjen ajo goditje. Gati themi që trofeu të vjen lart. Po edhe nëse nuk erdhi trofeu lart tonë, prap është fantastike. Sot fitoj peshku. Nëse do fitosh ti, nuk ka rëndësi fare, nuk kemi ngarë me peshkimit. Më rëndësishme nga gjitha kush është? Dalim dhe ta shijojmë ditën. Mos mendojmë që sot do bëjmë namin. Kur ti ke zbatuar gjitha këto, atëherë suksesi është i garantuar. Pra kur bie poshtë ajo fjala qellosh. Ja. Ndryshe nga italian,
Neve na shkon edhe fjala qollosh. Qollosh është bukur kur del gjithmonë. Por du them paktën si unë mundem që të arri nivele që të kem edhe shpresa për sukses. Durim, përqendrim, insistim fort, prova të reja, teknika të reja. Teknikat nga barka janë të pafundme. Teknikat vertikale janë të pafundme. Po eksplorojmë slow pitch jigun, po eksplorojmë vertikale me silikona. Të fillojmë eksplorimin e inçiku dhe shumë me tenja, me kabuar, ka shumë teknika të pafundme. Pastaj dalim ke Polentina, që është një nga pasionet e mia të vjetra, edhe tona të gjithë dursakëve. Pra, suksesi kush është? Ti jesh gati në momentin e dur. Ti insistosh, të provosh dhe mos nisesh me idenë që sot do bëj namen. Jo. Më mirë shijo ditën, bëj edhe lojën tënde me peshkun, atëherë e ke arritur qëllimin. Peshku do vi, është e garantuar. Të ta garantoj unë. Tashi unë pres gjithmonë miq gjatë peshkimeve të mia. Me zor pres që të kemi një takim të shpejtë. Tesa është e hapur. Gjuhet i shumë shpejt. Tesa është e hapur. Unë i kam thënë dhe stafit tuaj, përveç anës bashkëpunimeve që kemi, po dhe ana private, sepse dalësh gjithmonë. Tek fundi kush më bukur në peshkim, sidomos nga deti, nga barka. Dalësh me miq të mirë, t'ja kalosh mirë. Pastaj peshku do vi vet. Jam i sigurt që do vi vet. Dhe mos harroni të gjithë në det. Ajo shpreha që unë e them gjithmonë. Patjetër. Tona, bashkë do shihen nga atje. Mbrapa Sazani. Me zor pres dhe shpresojmë dhe uroj që do t'ja kalojmë shumë. Absolutisht, jam i sigurt për këtë gjë. Termosat plot me pije, jo alkool. Jo. Vetëm një raki pa alkool. Raki pa alkool pane. Raki pane pa alkool. Dhe do kënaqemi.